Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është shtunë dhe jemi në javën e parë të kohës së kreshmeve, kurse psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hymë eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni, tash më krish diell drejtësie, të qahet errësira mendjes, të kthej drita virtytshme që mbi tokë për të rinë ditën. Duke dhënë kohën e duhur, jepi zemrës ti pendimin, pasi mirësia jote i dhuron edhe mëshirimin. Një farë pendese jepna, të durojmë për zbutje fajesh, sado që janë të mëdhaja, më madhe është mëshira jote. Po afrohet dita jote me të cilën ndrit çdo gjë, me hirin tënd hynor të gëzohemi të përtrirë. Ty gjithësia e sendeve, të adhuroft trinie mëshirshme, të përtrirë me anë të faljes, ti këndojmë një këngë të re. Amen. Antifona parë. Sytë e mi zgjohen para rojes së natës për të përsjatur fjalët e tua, o Zot. Psalmi 119. Premtimi për mbajtjen e ligjit të Zotit. Me gjithë zemër të thëras, o Zot, më dëgjo, dhe do t'i mbaj urdhërimet e tua. Klitha drejteje deh më shpëto, që t'i ruaj dëshmitë e tua. Para agimit zgjohe me të thëras në ndihmë, shpresoj në fjalën tënde. Sytë e mi zgjohen para rojes së natës për të përsjatur fjalët e tua. Ma dëgjo zërin sipas mëshirës sate, o Zot, e bëj të jetoj sipas gjyqit tënd. U afruan ata që më salvojnë di keqas, janë larg nga ligji yt. Por ti, o Zot, je afër, besnike janë të gjitha urdhërimet e tua. Që moti di për urdhërimet e tua, se i themelove për amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Sytë e mi zgjohen para rojes së natës, për të përsjatur fjalët e tua, o Zot. Antifona 2. Zoti është forca dhe fuqia ime, ai më shpëtoi. Kënga nga libri i Daljes, kapitulli 15. Him fitore për kalimin e detit të Kuq. Le t'i këndojmë Zotit sepse mrekullisht ngadhnjeu. Kal e kalores plandosi në fund të detit. Zoti është forca dhe fuqia ime. Ai veç ai më shpëtoi. Ai është hyji im, atë lavdëroj. Është hyji i atit tim, atë e lartësoj. Zotin askush së mund. Jahve emrin e ka. Qere ushtri të faraonit. Në det i plandosi. Me frymen e felgrimit tënd, ujrat u bashkuan. Pend u bën valet shkumuese. Thellësit u ngurën në fundin e detit. Thoshte armiku. I sulem pas, do ta zë, do ta ndaj pren. Shpirti do të më ngopet. Do të vringëlloj shpatën, dora ime do t'i vras. I fryve detit e deti i mbuloj. U zhdukën si plumbi në ujrat e përfrigueshme. Kush është si ti ndër zota, o Zot? Kush është si ti i madhërueshëm në shetri, I tmerrshëm dhe i lavdishëm, që bën mrekulli. ti shtrive dorën. Toka i përpiu. Hiri yt e përcolli këtë popull që ti e shpërbleve. I prin me fuqinë tënde në banesën tënde të shenjtë. Do ta shtish dhe do ta mbjellësh. Në malin e trashëgimit tënd. Në banesën tënde të përhershme që ti vete përgatite, o Zot. Shenjtrore, o Zot, me duart të tua të përftuar. Zoti do të sundoj. Për gjithmonë e motë të jetës. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti është forca dhe fuqia ime, ai më shpëtoi. Antifona 3. Lavdërojni Zotin o kombe të gjitha. Psalmi 117. Grishje për ta lavdëruar Zotin për dashurinë e tij. Lavdërojni Zotin o kombe të gjitha,
Madhërojeni së bashku o popull të gjithë. Sepse e madhe është dashuria e tij ndaj nesh, besnikëria e Zotit qëndron për amshim. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdërojeni Zotin, o kombe të gjitha. Leximi i shkurtër marr nga libri i Siracidit, kapitulli 7, rreshti 8 dhe 10 deri 14. Mos e bëj 2 herë një mëkat, sepse as për të parën herë do të mbetesh i pandëshkuar. Të lutesh e të bësh lëmosh mos për to. Mos e përqesh njeriu që është i trishtuar në shpirt, sepse është ai që për ul e lartëson, hyi që sheh rreth e rrotull. Mos të rrillo rren kundër të vëllait tënd, as mikut mos i bëj po ashtu. Në asnjë mënyrë mos e përdor rrenën, sepse përsëritja e saj nuk është e mirë. Përgjigje e shkurtër. Kush flet me sinqeritet, do të banojë mbi malin tënd të shenjtë o Zot. Kush flet me sinqeritet, do të banojë mbi malin tënd të shenjtë o Zot. Ai që nuk ja bën të keqen të afërmit e vet, do të jetë i pathyeshëm përgjithmonë. Do të banojë mbi malin tënd të shenjtë o Zot. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Kush flet me sinqeritet, do të banojë mbi malin tënd të shenjtë o Zot. Kënga ungjillore Benediktus. Antifona. Lutuni për armiqtë tuaj, për të bërë bita Atit tuaj që është në qiell. Kënga Zakaris sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyi i Izraelit, që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoi prej armiqve tan, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirë në Abrahamit Atit ton, se do të na bëj të mundshme ti shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shetëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. E ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët, për ta vënë në dijeni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndërritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lutuni për armiqtë tuaj, për t'u bërë bite Atit tuaj që është në qiell. Lutjet e besimtarve. Jezu Krishti Zot, për t'i bërë njerëzit krijesa të reja, ka përgatitur tryezën e korpit dhe të fjalës së vet. Atin, hyin ton, ta lavdërojmë dhe me lutje t'i drejtohemi. O hy, na përtri po të lutemi me hirin tënd. O Jezu Krisht, zemërbute i përvujt, bëj që dhe ne të bëhemi të mëshirshëm, të butë dhe të përvojtur, dhe me të gjithë të mund të jemi të durueshëm. O hy, na përtri po të lutemi me hirin tënd. Na mëso që vërtet të mund të jemi të afërt me të gjithë ata që janë në mjerim, në hall ose të shtrënguar nga pikëllimi, dhe kështu të ndjekim ty, Samaritanin e mirë. O hy, na përtri po të lutemi me hirin tënd. Zoja e bekuar, Virgjra Mari, nëna jote, le të ndërmjetësoj për rregulltare që shugurimin me të cilin të janë kushtuar ty në kishën tënde, ta kultivojnë sa më mirë. O hy, na përtri po të lutemi me hirin tënd. Na jep dhuratën e mëshirës sate dhe na i fal mëkatet dhe dënimet që i kemi merituar. O hy, na përtri po të lutemi me hirin tënd.
Ati ynë që je në qiell, u shenjë troftë emri yt, ardë mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o Ati i mshuar, sillë zemrat tona ka ti, që gjithmonë të kërkojmë të mirën e domosdoshme, të ushtrojmë veprat e dashurisë dhe të jemi të gatshëm në kryerje të shërbesës sate, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.